nga fillimi deri në fund dhe i kam respektuar i kam dëgjuar të gjithë mendimet e personave që janë këtu. Doja ta nisja me një fjali shumë të bukur që Ina tha. Familja është e shenjtë dhe nuk mund të prishet vetëm për një shuplak. Unë mendoj që familja është e shenjtë për të dy partnerët dhe jo vetëm për njërin që duhet të durojë një shuplak. Këtu nisi gjitha. Kështu që në momentin që femra duhet të mendoj dhe të gjykoj veten nëse duhet ta përshi familjen për një shuplak apo jo, mendoj që dhe mashkulli duhet gjykoj veten, a duhet ja japi shuplakën sepse pastaj mund të mund të fillojë krizë e prishjes familjes. Pastaj, për të përfunduar pikërisht te deklarata e Brekenës që thotë merrni parasysh që janë 7 vite marrëdhënie është dhe një fëmijë në mes. Unë personalisht mendoj që një marrëdhënie që përfundon në një shuplak mbas 7 vitesh nuk e ka zanafillën pikërisht aty. Minimalisht ka nisur nga një ofendim, nga një sharje, nga një ngritur zëri që në përfundim shkon deri tek një shuplak dhe më tej mund të shkojë edhe në humbje jete, siç ka mjaftueshëm raste konkrete në Shqipëri dhe në gjithë botën. Dhe këtë duhet ndalojmë. Dhe unë mendoj që problemi më i madh është e zakonshme Kjo